Kush falë e duron, shpërblimin e ka tek Zoti. Muslimani duhet të sjellë ndërmend shpërblimin e madh që Allahu i Madhëruar ua ka premtuar atyre që tregojnë të durueshëm dhe falin. Allahu i Madhëruar thotë: ndëshkimi të keqes bëhet në të njëjtën mas, mirë po kush e falë bën pajtim, shpërblimi i tij është e Allahut. Vërtet, ai nuk i do zullumqtarët. Shura 40. Njerëzit kundrejt pa drejtësisë ju është bërë ndaj në 3 kategori. 1. Zullumqtar, i cili hakmerret shumë fish për të keqen që i është bërë. 2. Mesatar, i cili e kthen me të njëjtën monedhë të keqen që i është shkaktuar, as më pak e as më shumë. 3. Zemërgjer, i cili edhe pse ka mundësi të marrë hakun e tij, zgjedh që të falë për hir të Zotit. Në jetën e mësipërm janë cekur të treja. Ndëshkimi të keqes bëhet në të njëjtën mas. Ky është rasti i atij që tregohet mesatar. Mirë po, kush falë bën pajtim, shpërblimi i tij është e Allahut. Ky është rasti i atij që fal për hir të Zotit. Vërtet, ai nuk i do zullumqtarët. Këtu flitet për ata që hakmerren më tepër se sa u takon. E vlen të përmendim po ashtu hadithin, në të cilin tregohet se ditën e gjykimit, një thirrës do të therras. Të ngrihen të gjithë ata të cilët kanë shpërblimin e garantuar tek Zoti, dhe nuk ka për të ngritur askush tjetër, përveç atyre që falnin për padrejtësitë e tyre dhe pajtonin mes njerëzve. Nga Ebu Umeme, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, transmetohet se i dërguari i Allahut, paqja qoftë mbi të, ka thënë: unë ja garantoj një shtëpi në xhenet atij që e ndërpret polemikën, heq dorë nga zënka, edhe nëse ka të drejtë. Nëse njeriu vetë djesohet për shpërblimin e madh të Allahut Madhëruar, që ua ka premtuar atyre që falin gabimet e njerëzve, atëherë do ta ketë më të lehtë durimin dhe faljen ndaj tyre.